tjetër lajm shumë të mirë në projekt buxhetin 2026, i cili është fillimi i praktikës së indeksimit vjetor edhe për pagat e punonjësve të sektorit publik, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. Konkretisht, 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lek të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Për herë të parë në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lek në 143.500 lek të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lek në 186.000 lek të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lek në 92.500 lek në muaj. Po ashtu, edhe për punonjësit e policisë së shtetit, përveç indeksimit do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lek të reja në muaj. E thënë ndryshe, tjetër lajm shumë të mirë në projekt buxhetin 2026, i cili është